Një luan dhe një ari të kapur në mënyrë të paligjshme në veri të Shqipërisë janë dërguar në rezervate për kafshë të egra në Gjermani në fillim të dhjetorit. Luani 3 vjeçar Erioni dhe Arusha 2 vjeçare Flora u zbuluan nga autoritetet në Tiranë se po mbaheshin ilegalisht si kafshë shtëpie në një pronë private. Shpëtimi u realizua nga organizata ndërkombëtare 4POS, e cila nënshtrua kafshët ndaj kontrollit mjekësor dhe i transportoi në vendet e reja përmes një udhëtimi të gjatë 70 orësh. Kur mbërritën në Gjermani, të dy kafshët ishin në gjendje të dobët shëndetësore. Flora ishte keq ushqyer dhe kishte probleme dentare, ndërsa Erionit i kishte rënë krifa. Veterinerët nisën menjëherë trajtimin dhe rehabilitimin e tyre, duke siguruar që kafshët të përshtateshin gradualisht në ambientet e reja të përshtatshme për speciet e tyre. 4POS thekson rëndësinë e këtij shpëtimi për të luftuar tregtinë ilegale të kafshëve të egra dhe mbajtjen private të tyre në Shqipëri dhe rajon. Ky shpëtim nxjerr në pah nevojën urgjente për të mbrojtur kafshët e egra dhe për t'i quar në mjedise ku mund të jetojnë në kushte të sigurta, tha Magdalena Sherk Tretin, menaxhere projektesh pranë organizatës.